Pak kush e din se si sot 15 vite më parë rreth Topukës i erdhi një njeri që as vetë ndoshta aso kohën nuk e dinte se do të qëndronte aq gjatë, por që fati e deshi që ai të jetë në mesin e Pukjanëve dhe sot 15 vite më vonë. Famulitari i Kishës Katolike Dom Giovanni Fiocchi, si sot 15 vite më parë mbërriti në Shqipëri duke u shërbyer çdo ditë besimtarëve katolik, tek të cilët me vullnetin e tij ndikoi në shtimin e besimit tek shumë prej tyre, ndërsa shumë të tjerë i ftoi në këtë rrugë, duke u ndryshuar kursin e jetës që mund t'i çonte jo rrallë dhe në rrugën e gabuar siç ndodh me njerëz pa besim. I përkushtuar ndaj Pukës, Dom Giovanni tashmë është pjesë e Pukës dhe e Pukjanëve, madje ai konsiderohet si pjesë e pandare tyre. Me vullnetin që e karakterizon prifti fisnik, shikohet çdo ditë në shumë prej fshatrave të Pukës, duke sfiduar dhe vështirësitë e terrenit me të cilat tashmë është mësuar, ndërsa shpërndan shpresën e besimit për banorët edhe në zonat e thella të rrethit tonë. Ashtu energjik dhe asnjëherë i pamundur për t'u përgjigjur thirrjeve të besimtarëve dhe jo vetëm, Dom Giovanni ka ndikuar dhe në zbutin e varfërisë, ndërsa kultura e të punuarit është kultivuar prej tij në shumë familje pukjane, shpesh antarët e të cilëve edhe janë punësuar me qëllim të mësuarit se si punohet. E folura me theksin e vendasve autokton, respektimi zakoneve të vendit ku prej 15 vitesh jeton dhe e të sjellurit si një malësor i vërtet, kanë bërë që ai të jetë pjesë e çdo familje pukjane nga të cilët gjithnjë gëzon respekt. Në punën për të shpërndarë fjalën e shenjtë, tashmë Dom Giovanni çdo ditë merr bekimet e besimtarëve të tij, ndërsa fiton respektin e mbar pukjanëve në mesin e të cilëve jeton prej 15 vitesh.